Asi, se Po, s'ka posa tjede atëherë. Jo, s'ka posa tjede, ja zvilla, gruën e kam me fakultetin filozogjik. Na nuk kena klan Kosova, se nuk klan Kosova, Albini na kishtin borg. Ja s'pon ishtin borg ju, as Albini as kërkosh se... Trit, apo din borujt. Që taja? Po. Jo, nuk kam ftyrë esht, nuk nin. Ja, s'kan vjetit se shpëruhan. Ja, se ke sta po vinë. Meq, jam kështu me një zotni i cili është njeri më i kulturum i sheherit. Përshëndetje. Unë jam Bashkim Gjokli, jam nga Ferizaj, për ndryshe I kulturum, i civilizun, sene, kret. Pasa Bashkim, ngam, qka kishe ndru tek martesat? Qa kishe ndru të martesat? Te martesat, po. Ca atëre u shhike dhëndri, veç ndila në aksham. Po te shka kishe ndru? Që taj, bravo, fanë shumë për këtë pyetje, që taj e shekull 21, gjenerata re, pe bujnë, qysh që ju pëlqen këtyve martesa, edhe po veprojnë, edhe pi bojnë këto sene. Ashtë një kulturë e gjenerata re. Po. Kur je martu ti? Kur e ke pa nusën tane? One, na kena kalu me nusën teme. Keni kalu? A pa ti dhëndër para se mu martu? Jo. Do më dhoni, qa di që keni dhëndër je martu? Po, se na kena kalu, kena asi. Po, s'ka posa tjede atëherë. Jo, s'ka posa tjede, ja zvilla, gruën e kam me fakultetin filozogjik, ashe njote, po, i doktorund, edhe kjo është ajo. Po, edhe ngam, që pyetjen po ta baj kështu, pyetja është shumë e thjeshtë. Po tash, dhëndëria, a kanë rope atëherë? Jo, a janë ropa, a kanë dru? Shumë. Najna civilizimi, ku atë shku për para. Ja, civilizimi, desh për vaz, desh për pa. Kjo është ajo që femna dhe moshki pi bojnë martesat ku po dojnë, ku po dojnë, ja, që në Maldive, në Dubai, në Turki, ka dushë. Po veç mera nëse shmjash që po jesin, do po lindin edhe para martese, do po mesin 7 zonë martese, dhe thot, kur s'kom po mardhanje me borë. E valloj, ajo veti ka fajet.